Shqipëria për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kthyer në një hub të rëndësishëm të trafikimit të kokainës dhe të heroinës në vitet e fundit. Dhe kjo është shqetësuese për një vend antar të NATO-s. Qoftë me problemet me portin e Durrësit, qoftë me sasitë që kapen, jo më në portin e Durrësit nga nisen, po aty ku shkojnë, të gjitha këto natyrisht janë shqetësuese për Shtetet e Bashkuara. Dhe po të shikojmë e ngarkuara me punë në çdo takim me funksionarët e qeverisë shqiptare, këmbgul te lufta ndaj krimit të organizuar, grupeve të karteleve të drogës e të tjerë. Ndaj ata e kanë bërë shumë të qartë që ky është prioriteti i tyre, sepse lufta ndaj krimit transnacional është një prioritet i administratës Trump, ndryshe nga administratat e kaluara. Natyrisht Shqipëria ka edhe problemet e tjera që përmendëm me korrupsionin, po jo thjesht korrupsionin normal, korrupsionin e thjeshtë. Në Shqipëri ka kaluar një shkallë më tutje dhe ka dëmtuar rënd sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe interesat e partnerëve tanë, sidomos të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Ballkan, por në Shqipëri sidomos.